Po dëgjon zërin e rrugës, jo të televizioni, jo të propagandës, po të njerëzve që ikën dhe të atyre që mbetën. Ramaik, ka ardhur koha. Ramaik, Ramaik, Shqipëria po mbytet në zhgënjim. Ramaik, Ramaik, shumë premtime, pak ndryshim. Ramaik, Ramaik, rinia po largohet pak thim. Ramaik, Ramaik, populli kërkon llogari dhe një sot. Jëm 10 vjet, fjale premtime, po fshatrat voshe, qytetet në ikje. Çdo familje ka dik në emigrim, Gjermania, Anglia, Itali, pak thim. A nuk premtove vende pune, a nuk premtove shpres për të rinjt, po pse aeroportet mbushin çdo ditë dhe shkollat në vit pas viti. Në çdo lagje dëgjon të njëjtën histori, djali iku, vajza iku, s'ka më të ardhme këtu. Prindërit plakën duke pritur në port, dërsa Shqipëria humbet dritë e vet. Kulla ngrihen, betoni shtohet, po kush jeton brenda kur rinia largohet. Raporte, statistika, numra në letër, po rrugët tregojnë një histori tjetër. Ramaik, Ramaik, Shqipëria po mbytet në zhgënjim. Ramaik, Ramaik, shumë premtime, pak ndryshim. Çdo ditë një skandal, çdo javë debat, populli pyet, po përgjigjet ku janë? Akuza, dyshime, polemika pa fund, dhe besimi te shteti bie çdo kund. Njerëzit flasin për korrupsion, për lidhje me pushtetin e koncesion, për tendera që përfundojnë gjithmonë njësoj, dhe qytetari i zakonshëm paguan çdo muaj. Kur pyetja bëhet armik dhe kritika quhet sulm politik, diçka nuk shkon në këtë rrugtim, sepse demokracia kërkon transparencë dhe besim. Shqipëria nuk është vetëm një hartë, nuk është vetëm një projekt në letër, është kujtimi i gjyshërve tanë, është djersa e brezave që e mbajtën qallë. Dhe tani flasim për tokën, për detin, për bregdetin. Nga jugu në veri njerëzit pyesin, kujt po kalojnë këto prona, kujt po i jepen këto brigje, veç çfarë mbetet për brezat që vin. Zvernet ju bë simboli debatit, simboli pyetjeve pa përgjigje. Kur investitorët vi me miliarda, qytetari kërkon transparence, jo sekrete. Në kafene e në tavolina, flitet për marrëveshje me të pasur të huaj, për miliarder që kërkojnë tokë në Bregdet, dërsa shqiptarët me zi blejnë një shtëpi në vendin e vet. Disa thon zhvillim, disa thon shitje, disa thon investim, disa thon humbje, por pyetja mbetet e njëjtë, apo mbrohet interesi i Shqipërisë, apo po humbet pak nga pak ajo që nuk thet më. Ramaik, Ramaik, nuk është toka për pazar politik. Ramaik, Ramaik, Shqipëria nuk është mall tregu. Ramaik, Ramaik, nga Zverneci deri në çdo qytet. Ramaik, Ramaik, populli kërkon përgjigje vet. Kjo nuk është këngë urekeja, është këngë zemërimi, për ata që ikën me lot në sy, duke lënë pas familjen e shtëpinë. Për pensionistin që numëron qindargat, për studentin që kërkon një shans, për biznesin që lufton të mbijetoj, për fermerin që nuk dorësohet. Një dit pushteti mbaron, një dit historia shkruhet, dhe kur të vi ajo dit, populli do flas. Jo me frik, jo me heshtja, por me zërin e vet. Ramaik, Ramaik, populli s'ka arruar asgjë. Ramaik, Ramaik, Shqipëria meriton më shumë. Ramaik, Ramaik, për ata që ikën larg. Ramaik, Ramaik, për ata që ende besojnë. Ramaik, 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 sepse Shqipëria është e shqiptarëve dhe ardhme nuk shitet.